Personat që pinë kafe duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Do ngeleni pa fjalë. Të dhënat e Institutit të Shëndetit dhe Statistikave dhe Doganave tregojnë se një shqiptar konsumon mesatarisht 3,1 kg kafe në vit. Ndërkohë, Revista e Ekonomisë shprehet se konsumatorët shqiptar preferojnë kafen në vend të çajit. Përbërësit e të dyja lëngjeve i bëjnë ato të mira për shëndetin, veçanërisht kundër problemeve të zemrës, diabetit, problemeve të mëlçisë e të tjera. Në aspektin stimulues, kafeja është më e fortë se sa çaji dhe mund të shtohet në një sër vlerash për dietën tuaj. Kjo ndodh edhe për shkak të niveleve të kafeinës që ato përmbajnë, citojnë ekspertët. Për më tepër, në varësi të llojit, kafeja është më mirëbërëse për shëndetin tuaj të trurit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por cili është roli i kafes në shëndetin e trurit dhe aftësinë e tij për të nxënë? Studimet të cilave u referohemi sipas Wellnet sugjerojnë se kafeja mund të mbrojë trurin nga problemet më të elementeve ushqyes në aftësinë për të menduar. Shkencëtarët kanadez në Institutin Kremlin Brain, të cilës u referohemi, shpjegojnë se çelësi i suksesit qëndron edhe tek kafeja për të mbrojtur trurin kundër sëmundjeve të ndryshme, sidomos falë elementit të kafeinës që ajo përmban. Sipas tyre, gjatë pjekjes, kokrat e kafes do të çlirojnë gjithashtu edhe disa substanca. Janë pikërisht këto substanca që kanë rol kryesor në mbrojtjen e shëndetit të trurit. Në arritjen e këtij konkluzioni, shkencëtarët analizuan disa lloje të kafeve. Bëhet fjala për kafen e pjekur fort, të pjekur lehtë dhe atë të pjekur akoma më fort. Studiuesit zbuluan se, gjatë pjekjes së kokrave, kafeja çliron disa përbërës të rëndësishëm. Ato quheshin edhe fenidlendanes, që japin kafes shijen e saj më të afërt. Këto përbërës pengojnë gjithashtu aktivizimin e proteinave toksike në tru. Ato luajnë gjithashtu një rol kyç në shfaqjen e problemeve të Alzheimerit dhe problemeve tuaja të Parkinsonit. Sipas studiuesve, sa më gjatë të piqen kokrat e kafes, aq më shumë substanca mirëbërëse do të çlirojnë ato në dobi të organizmit. Kjo do të thotë se kafeja, me ose pa kafeinë, mund të ketë edhe një element më të mirë ushqyes për shëndetin tuaj, siç është edhe ndikimi të aftësia e të nxënit. Shtimi i kafes brenda normës së lejuar dhe pa e tepruar mund të jetë një aleate shumë e mirë e organizmit tuaj në këto situata, citon Healthside. Kafeja është gjëja e parë që na vjen ndërmend kur përmendim kafeinën, por ajo përmban gjithashtu antioksidantë dhe substanca të tjera aktive, të cilat mund të reduktojnë inflamacionet e brendshme dhe gjithashtu të sjellin shumë rezultate pozitive për organizmin tuaj. Ekspertët tregojnë se përfitimet që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i kafes në dietën tuaj të përgjithshme janë të larmishme. Sipas Healthline, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet parësore që do të marrë organizmi juaj nga konsumi i kafes. Kafeja e konsumuar në normën e duhur ditore mund t'ju bëjë të jetoni më gjatë. Studimet e kohëve të fundit kanë zbuluar se konsumuesit e kafes kanë më pak gjasa të humbasin jetën nga shkaqet kryesore siç janë sëmundjet koronare të zemrës, goditja në tru, diabeti dhe sëmundjet e veshkave, krahasuar me personat që nuk i konsumojnë. Trupi juaj mund ta përpunojë glukozën, pra sheqerin, në mënyrë më të lehtë dhe më të mirë. Kjo është një teori e studimeve që nxori në pas se njerëzit që pinin kafe në dietën e tyre kanë më pak gjasa të kenë luhatje të forta të sheqerit në trup krahasuar me personat që nuk e shtojnë kafe në dietën e përgjithshme. Ka më pak mundësi të zhvilloni insuficiencë kardiake nëse shtoni të paktën një filxhan kafe në dietën tuaj. Pirja e 1 deri në 2 filxhan kafe çdo ditë në dietën tuaj të përgjithshme mund të ndihmojë që të ruheni nga insuficienca kardiake, kur është një zemër e dobësuar dhe në vështirësi më të mëdha të pompojë gjakun në trupin tuaj. Sipas ekspertëve, ka më pak mundësi që të prekeni gjithashtu nga problemet e inflamacioneve dhe Parkinsonit. Kafeja jo vetëm që do të lidhet me përfitime të mira dhe të larta për shëndetin, por është e mirë edhe kundër zhvillimit të problemeve të inflamacioneve dhe Parkinsonit. Mund të ndihmojë gjithashtu këta persona ta mbajnë nën kontroll edhe nën vëmendjen e duhur këtë shqetësim. Mëlçia juaj do ju falenderojë gjithashtu nga konsumi i kafes në mënyrë të rregullt në dietën tuaj.
Si kafeja dekafeinuar dhe ajo e zakonshme, kanë efekte pozitive në shëndetin e mëlçisë së huaj. Studimet tregojnë se konsumatorët e kafes kanë më pak mundësi që të zhvillojnë probleme të mëlçisë krahasuar me ata persona që nuk e shtojnë kafen në dietën e tyre të rregullt. ADN-ja juaj do të jetë më e fortë me shtimin e kafes në menun tuaj. Kafeja e pjekur e errët ul thyerjen e fijeve të ADN-s, gjë që mund të jetë natyrshëm një zgjidhje shumë e mirë në çlirimin kundër qelizave të dëmshme dhe rritjen e organizmit tuaj. Mund të ulë riskun e prekjes nga problemet të Alzheimerit. Pothuajse 2/3 e personave që vuajnë nga Alzheimeri janë në gra, por kafeina në 2 filxhan kafe mund të sigurojë një mbrojtje më të rëndësishme kundër këtyre komplikacioneve. Pavarësisht kësaj, ekspertët këshillojnë të mos e teproni me konsumin e kafes, 1 deri në 2 filxhan kafe çdo ditë. Të pa ëmbëlsuara, siç janë me shtesa të ndryshme të sheqerit, mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Vlerat ushqyese të kafes janë fantastike. Përbërjet kimike që ajo përmban janë lëndët ushqyese që japin trupit rezultatet më të mira në aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve. Kafeja, sipas Healthline, mund të ndihmojë edhe të ndikojë te shëndeti juaj i trurit. Fal kafeinës mund të përmirësohet aftësia juaj njohëse, prandaj ajo mund t'ju ndihmojë të kaloni një ditë të vështirë në punë dhe të përqendroheni gjithashtu më mirë edhe në studimet tuaja. Kjo falë faktit se bllokon adenozinën që rrit dopaminën në tru dhe neuropinefrinën që përshpejton funksionet e trurit. Kjo gjithashtu kontribon edhe në një kujtesë më të mirë dhe gjithashtu në një rritje më të mirë të aftësive mbrojtëse energjike të trurit. Kafeja parandalon rënien e njohjes. Një nga vetit e kafes është se parandalon dhe vonon gjithashtu efektin e sëmundjeve neurodegenerative siç është Alzheimeri dhe Parkinsoni. Disa studime kanë treguar se konsumi i rregullt i kafes në dietën tuaj të përgjithshme mund të ulë me të paktën 60% mundësinë që të zhvillohen këto shqetësime siç është Alzheimeri dhe Parkinsoni. Kafeja mund të jetë një produkt shumë i mirë në trupin tuaj edhe për të rritur kështu performancën tuaj sportive. Nëse doni të rrisni performancën tuaj dhe të keni gjithashtu një aktivitet më të mirë ditor, shtimi i kafes në dietën tuaj sipas ekspertëve është një nga alternativat më të çmuara ushqyese që mund t'i bëni organizmit tuaj. Ndaj përfitoni nga ky rast dhe shtoni atë në dietën tuaj. Kafeja është e pasur me antioksidantë. Studime si ato të kryera nga CSIC kanë treguar se kafeja është vërtet e mrekullueshme në dobi të organizmit, një burim i fuqishëm i antioksidantëve ushqyes mund të parandalojë gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Ekspertët thonë se kafeja do të pasurojë trupin tuaj me antioksidantë të rëndësishëm, të cilët do të bëjnë një mbrojtje më të mirë efektive të shëndetit dhe të mbajnë larg shqetësimet e tij. Përfshiheni kafe në dietën tuaj, sidomos të paëmbëlsuar me shtesa të ndryshme, duke konsumuar ashtu siç është paktën 1 deri në 2 filxhan në ditë, mund të përmirësoni dhe të mbroni shëndetin tuaj të mëlçisë. Një tjetër studim i Universitetit të Southampton pohoi se një filxhan kafe i konsumuar në rutinën tuaj ditore mund të jetë gjithashtu alternativa më e mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve të mëlçisë, sepse mund të ulë riskun e cirozës së mëlçisë me të paktën 25% dhe mund të reduktojë deri në 60% problemet e saj. Prandaj do të keni një shëndet më të mirë të mëlçisë dhe një organizëm më të fortë me shtimin e rregullt të kafes në dietën tuaj. Kafeja është një alternativë shumë e mirë ushqyese për personat që duan të djegin yndyrnat e tepërta trupore. Pra, nëse doni të rregulloni yndyrnat e trupit tuaj dhe të mos keni gjithashtu probleme të tilla, shtimi i kafes në menun tuaj ditor është një alternativë e çmuar. Kafeja mund të ulë riskun e problemeve të radikaleve të lira, të përmirësojë gjithashtu prebiotikët të rëndësishëm për trupin dhe të ndihmojë gjithashtu edhe të jetë një aleat e mirë e shëndetit të zemrës. Kafeina e konsumuar mund të jetë një stimuluese shumë e mirë e këtyre aspekteve tuaja ushqyese, ndaj vetëm mos e teproni dhe konsumoni brenda normës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.